e kishte mbyll letrën. Eja se nuk po më del shpirti pa u përqafua me ty. Diku në vitin 1979 ose 1980, jeni kthyer në Kosovë në mënyrë të fshehtë. Me kë jeni takuar dhe për çka zëri Kelmendi është biseduar? Në vitin 1979 shkova në Kosovë, jo fshehur azi, por legalisht. Ishte sëmundja e lirisë, vajzës së djalit të Axhës, e cila më detyroi të shkoja. Ajo I kishte ditët e numëruara, siç thuhet për ata që I pret vdekja brenda pak kohe. Pak kohë më parë, ajo ja kishte dhënë dhëndrit Zymer Krasniqi nga Poqesta e Pejës, një shishe vere dhe një letër, e kishte mbyll letrën. Eja se nuk po më del shpirti pa u përqafua me ty, e kam përjetuar si trënditje deri në palës, prandaj u përcaktova të përfundoj në burg në Kosovë. Nëse do më burgosnin që t'ja plotësoj dëshirën, më morrin në auto Safet Azizi I Davidovcit të Lipjanit. Ende kisha pasaport jugoslave. Fatmirësisht nuk pata të lashe gjatë rrugtimit, ja kam dalë ta surprizoj lirin adoleshente në klinik në Prishtinë, duke u çmallur me familjen në fshatin ton, Llabjani Pejës, me pat befasuar bashkëveprimtari Malusha Demaj, I cili në mënyrë urdhëruese më tha ta shoqëroja për një vizitë një shokut të tij. Rezultati ishte Bajrush Xhemajli në Komogllav të Ferizajit.